Rreth 200 metër larg vendit ku autorët e grabitjes në aeroportin e Rinas i dogjën makinën, policia ka gjetur mëngjesin e së dielës një paruke që mendohet se është përdorur nga grabitësit. Parukja e gjetur do t'i nënshtrohet një ekzaminimi me qëllim zbulimin e autorëve të grabitjes spektakolare. Në paruke janë gjetur disa fije floku dhe kampion djerse, çka besohet të jenë një prej provave më të rëndësishme të hetimit. Prokuroria ka deklaruar se mungesa e monitorimit në derën hyrëse të karburanteve në aeroportin Nën Tereza, futja e automjetit të blinduar pa shofer si dhe lënia hapur e dyerve të blindit deri në kasafortën e parave, i kanë mundësuar 3 grabitësve marrjen e 995.000 eurove. Të ndaluari deri në këto momente janë Arben Karafili, shefi i stacionit të kompanisë ICTS Albania, pranë aeroportit Nën Tereza, 2 agjentët e patrullës së kompanisë koncesionare Bledar Bloshmi dhe Fadil Jonuzaj, drejtori i shërbimeve aeroportuale Vangel Nikolla dhe Kujtim Picari, punonjës për shoqërimin e vlerave monetare i një banke të nivelit të dytë. Burimet i thanë Ora News se prokuroria do të kërkojë të hënën masën e sigurisë arrest me burg për 5 të ndaluarit. Për ngjarjen ka reaguar sërish Partia Demokratike, ku nënkryetari Edi Paloka tha se siguria kombëtare është kërcënuar më rënd se asnjëherë tjetër që pas vitit 1997. Kur bien aeroportet, çfarë garancie mund të ofrojë shteti për sigurinë e jetës dhe të pronës qytetarit thjesht? E mëtej për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Faktet treja kanë dalë ndërkohë në dritë që tregojnë se Rinas i Meramën është kthyer në një çerdhe korrupsioni dhe nepotizmi. Një burim i madh përfitimi financiar për bandën kryeministrore